Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 20 persona në punës publik të akuzuar për shpërdorim detyre në bashkëpunim në dëm të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Hetimi ka nisur në kohën e LSI për Karkalecin dhe për sëmundjet e gjedhëve, të cilat janë procedura të 2016-2017, ndërkohë janë zbardhur emrat e 20 zyrtarëve të dërguar për gjykim, të cilët janë Mimoza Akita, Erola Halili, Gavrosh Xhindoli, Imir Alla, Adra Gjingecaj, Lulzim Konçi, Elida Palluqi, Luan Hajno, Merita Petushi, Edi Fero, Aldin Lika, Ermira Rizvanolli, Ismet Bici, Arjan Zeqiri, Alfred Gjonaj, Sotiraj Papa, Alketa Ikonomi, Alma Vrako, Kristaq Nica, Admir Ago. Hetimet nisën pas kallëzimit të bërë nga kontrolli i lartë i shtetit për 7 procedura prokurimi, të zhvilluara kryesisht me negocim pa shpallje paraprake dhe fond limit 525 milion lek PATVSH. Procedurat për të cilat u konstatuan shkelje kishin të bënin me prokurimet për shpenzime mbrojtje bimësh dhe luftimi i parazitëve në bujqësi, për blerje pajisje për shërbimin veterinar, blerje kafshë të llojit gjedh për dëmshpërblimin e fermerëve të dëmtuar nga dermatoza nodulare e gjedhit, si dhe për sistemi i monitorimit me kamera për hidrovoret, të pandehurit e mosipërm në cilësinë e personave të ngarkuar me funksion publik në bashkëpunim me njëri tjetrin, për secilën procedurë tenderimi kanë vepruar në kundërshtim me ligjin ose ligjet që normojnë veprimtarinë përkatëse të personit që ushtron funksion publik konkret, duke përbërë në këtë mënyrë mosprembushje të rregull të detyrës, duke dëmtuar interesat e ligjshme të shtetit, të shtetasve dhe të personave të tjerë juridik. Hetimi i procedurave provoi se janë konsumuar elementet e veprës penale dhe se kanë kryer krime që nuk janë të justifikuara në lidhje me mangësitë për përcaktimin e kritereve të mallrave që kërkohen, por mbi të gjitha krijohet bindja se testimi i tregut është kryer në mënyrë fiktive. Pas njohjes me tërësinë e akteve të sipërcituara, vlerësohet se ekziston bindja e bazuar në prova se nga ana e anëtarëve të njësisë së prokurimit është konsumuar vepra penale e shpërdorimit të detyrës, referuar llojit të procedurës së zgjedhur për prokurimet, krimi parashikuar përkatësisht nga neni 248/25 i Kodit Penal.